Hamdi i takon Allahu Gjelle Gjelalu, falënderimi i takon të Madhit Zot. Dëshmojmë, deklarojmë dhe vërtetojmë se s'ka Zot tjetër që meriton me u adhuru përveç Allahut një hak. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Zotit, paqja qoftë mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam. Paqja, bekimet, urimet ja dërgojmë atij, familjes së tij, shokëve të tij, gjithë pasuesve të tij dhe juve vëllezër veçanti. Selamullahi aleikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar xhamatli. Kurani Kerimi, fjala e Zotit, ka tematika të ndryshme dhe trajton tema të ndryshme në kuadër të Kuranit, trajtohen tema të ndryshme, të lloj-llojshme, të cilat sigurisht dhe padyshim janë në dobi të njeriut, janë në dobi të familjes dhe janë në dobi të shoqërisë e kështu me radhë. Prej tematikave që Kurani Kerimi i rreh dhe i trajton, është një prej atyre që dua ta ndaj sot me juve së bashku, është çështja e harresës në Kurani Kerim. Harresa në Kurani Kerim. Harresa në Kur'an vjen në dy forma. Harresa normale, e cila harres ka të bëjë me njeriu totalisht, që ai harron dhe mbi bazat e harresës ai edhe gabon, e kështu me radhë. Dhe harresa, lloji tjetër i harresës që përmendet në Kur'an, është harresa e lanjes, e neglizhencës së qëllimshme, e kthymjes së shpinës, e neglizhencës së qëllimshme, do me thonë lanjes mos përfilljes me qëllim. E realisht në këtu Kurani e trajton bajagi gjatë. Këtë pikë, këtë fushën e dytë të harresës e trajton. Për pjesën e parë të harresës, mas pari për vetveten e vet, e ka largu se harresa është dobësi. Harresa konsiderohet dobësi në esencë, apo? Përderisa është dobësi, mas pari ka pastru vetveten. Allahu e ka pastru vetveten, ka thonë Kur'an Kerim: Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana rabbuka nasiya. Nuk është Zoti yt harrestar. E ka largu harresën nga vetvetja e tij subhanahu wa taala. Pastaj, sa i përket Kur'ani Kerimit, fjalës tij kur e ka zbrit në gjoksin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, i ka thonë Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe krejt muslimanëve deri në kiamet: se nuk kuri'uka fala tansa. Do ta lexojmë Kur'anin Kerimin dhe s'do ta harrosh. Krejt punë të kësaj dynjaje mund mi harru, se nuk kuri'uka fala tansa. Do ta lexojmë Kur'anin dhe ti nuk do ta harrosh. Se pejgamberi i Zotit kur ju lexoi Kur'anin e lëvizte gjuhën shpesh, shpejt prej frikës që mos pe harron Kur'anin. Deri sa i zbriti suratul Qiyame, e pastaj ky ajet surën Al-A'la, ja rikujt 2-3 herë Zoti Dhul Xhelal ja rikujtoi Muhamedit alayhis salam, i tha: mos e shpejto gjuhën, mos u mundo me përsërit kaq shumë me frikë se pe harron. Do ta lexojmë dhe nuk do ta harrosh. Këto janë fjalë të Zotit. E tash zbresu më poshtë. Harresat e pejgamberët e tjerë edhe të gjërat e kësaj dynjaje, ka ndodhur te pejgamberët, e ka ndodhur te të tjerë. Ka thonë Musa alayhis salam atij shoqëruesit vet në surën El-Kahf, ai tregimi që është taku me atë mësuesin, që një herë u taku edhe mos ka mujt mu taku me Khidrin, i thot Musa alayhis salam, thot: la tuakhidhni bima nasit, mos më merr për të madhe për atë punë që akum harrova, vazhdojmë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammed alayhi salatu wassalam, një prej lutjeve tina kish pas bë, është ajeti i fundit i surës Al-Baqara: Rabbana la tuakhidhna in nasina. O Zot, mos na merr për të madhe ato kur gabojmë na, kur harrojmë na dhe kur gabojmë na. Pse? Se pas harresës vjen edhe gabimi. Zakonisht pas harresës vjen edhe gabimi. Pra nuk Kurani Kerimi shkurt e shpjegon këtë punën e harresës natyrore. Por asaj që jep rëndësi të madhe, jep rëndësi harresës së qëllimshme. Kur ti me qëllim e harro Zotin, e tash kjo neglizhencë edhe kjo harresë ka shkallëzim. E para është harresa e qëllimshme që i bëhet Zotit Dhul Xhelal në mënyrën individuale. Individi kur e harron Zotin. Allahu Dhul Xhelal ka thonë në Kur'anin Kerim: Bismillahirrahmanirrahim, wa la takunu kalladhina nasullah.
mos u bëni sikur ata që e kanë harruar vetveten. Sikur ata që e kanë harruar Allahun. Fa ansahum anfusahum, edhe ata pastaj thot i boni Zotit që ta harrojnë edhe vetveten e tyre e harrojnë. Ajeti tjetër thotë el munafiquna wal munafiqat. Munafikat edhe munafiket, dyftyrshat edhe dyftyrshit, ba'duhum min ba'din, ata e nisajnë njoni me tjetrin. Ya'muruna bil munkar, urdhnojnë për punë të këqija, ndalojnë prej punëve të mira, thot. Edhe janë kopras, thot. Edhe janë kopras, thot, edhe nesullahe fe nesihum, e kanë harru Zotin, edhe Allah i harroj ata. E harru Zotin, po edhe Zoti i harroj ata. Në surën Taha, Allahu Dhul Gjelal ka thonë, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai cili ja kthen shpinën udhëzimit tem, ka me jetu me jetë të vështirë, jetë të ranë. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ka me jetu jetë të ranë, në ditën e kiametit kena me ringjallë të verbër. E robi Zotit kom i thonë tani ditën e kiametit Zotit, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. O Zot, pse më ke ringjallë të verbër kur unë kisha synë këtë dunja? Qala kadhalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Thot po, thot kemi ringjallë të verbër për arsye se në këtë dunja ti pa të ma afru miliona argumente, i harrove ato. I harrove, mojen men, për kuptimin e harresës së neglizhencës së qëllimshme, lanjes pas dore dhe kthimis shpinës me qëllim, i harrojsh ja u kthejsh shpinën argumenteve të Zotit Dhul Gjelal, e mësimeve të Allahu Dhul Gjelal ja u kthejsh shpinën. Wa kadhalika al-yawma tunsa, edhe sot ti ki mu harru, jo mu harru prej kujtesës të Zotit, po mu harru prej lanjes, ka me të lanë Zotit, e kur të lenë Zotit, kush të kapë? Kur të lenë Allahu, kush të afrohet nga të, përveç se shejtanit. Atë lanë mësimi Zotit, rahmeti mëshira Allahut, atë kalon, runa Zot me nalonë mëshira dhe rahmeti Zotit. Ato që e lenë Zotit, pra që e harrën Zotit, pra që largën Zotit mëshirën e vetë prej tina, dije që me automatizëm ajo është i thtari i shejtanit edhe i shejtanve prej njerëzve dhe prej gjinëve. Kjo është qështu dhe ndryshe nuk ka. Këtu tash, Allahu Dhul Gjelal ka pru ajete e hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam që e nxisin individin me përmend Zotin. Udhkur rabbeke idha nasit, përmend Zotin kur ti e harron ato. Kanë herë ndodh me harru insani Zotin. Individualisht e harron kanë herë. Ka njerëz që e harrojnë totalisht, nuk e besojnë hiç, edhe s'ju bjen mend, nuk beson ai që do të Zoti me kon pjesë e mendjes edhe zemrës së tina, edhe veprimeve me i çun vën urdhat e Zotit. Ka edhe njerëz që janë besimtarë musliman, po jo ai shkon pa përmend Zotin. Jo ai shkon pa fal namaz. Muj viti shkon pa xheru. Kur një hajër punë të madhe të mirë që e përmend Zotin për mesojna, nuk e vepron. Kjo pasaj është edhe kjo neglizhencë, kjo është me harru Zotin. Edhe këtu e harron Zotin, kush besimtari e harron Zotin? Imagjino, besimtari musliman i urdhëron me përmend Zotin e harron Zotin e vet. E tani po pret mos me të harru Zotit tyja. Jo po tepër që i bjerë me në Zotit për neve. Në atë kuptimin nësë se meritojmë ka nere, so Zotit ka lëshu mëshirë mbi ne. E so Zotit na shqiqan neve edhe na zbret mëshirën e tina mbi neve. E nësë so jem të e përmen ato individualisht. Kjo rreziku i parë, ai që harron Zotin, Zoti harron ato edhe e bën që ai ta harron edhe vetveten. Se ai që harron Zotin, realisht veten e ka harru. Vetën tonë e ka harru, se çdo ibadet që e bojmë na e bojmë për hir të Zotit, po në shërbim tonin është ai ibadet. Ti nëse ti nuk e përmend Zotin, nuk i ke shërby vetvetes. Pra ti e ke harru vetveten ndaj shërbimit. Pra feja është në shërbim të njeriu. Na s'kem nevojë minimu Zotit, as minimu shpes. Feja ka ardhur me na nimu neve. Hapja krahorët merre përdore. Nuk e përdore, domethënë e ke harru. E ke largu. Çka ke bo? Vetët ja ke bo. E ke harru vetveten, nuk jetë e përdor, e ke harru vetveten në çdo aspekt jetës. Se ti ki nevojë për atë mjekim të Kuranit edhe mjekim të Islamit. Pra e ke harru mjekimin larg. E kur ti e largon receptin larg, vallai edhe smundjet janë shumë afër. Kjo në nivelin individual. E keqja edhe e rana tjetër, niveli i dytë i harresës në Kur'anin Kerim që Kurani përmend,
thot është niveli kur një shoqëri e tërë, një shoqëri e tërë, një popull i tërë, një shtet i tërë, një kontinent i tërë, një shoqëri e tërë e harron Zotin e vet. E harrojnë shoqëria Zotit. Qysh e harron shoqëria Zotin? Qysh e harron shoqëria Zotin? Po vjen puna te martesa, nuk ka vend Zotin martesën e dy trive. Çdo veprim e bën pej tekut dhe pej mendjes vet, duke filluar te gjetja e vajzës ose vajza djalit, bashkimit të tyre, martesës e tyre, mësimet e Zotit nuk kanë vend këtu. Kalojmë më tutje. Një ekonomi e tërë, një shoqërie, harrohet Zotin në sistemin ekonomik. E tani çdo bank kamatën e ka, number one e ka kamatën që punon me to, sistemi bankare, kështu me radhë, bashkohor që e kemi sot, full me kamata dhe me haramet ndryshme, pse? U harru Zoti aty. Aty nuk po përdoren mësimet e Zotit në sistemin ekonomik. Pastaj sistemi gjykatave. Nuk gjykohet me ligjin e Allahut xhelle xhelaluhu, me çdo ligj tjetër të mendjes njerëzore gjykohet, Allahu është jashtë ligjit. Jo se këtu s'ka vend. Ju merrnu individualisht me fen në xhami aty, fal nuk ka pak, agjërani ka pak, ngritni xhamiat, luloni xhamiat, nesni, jepni ka pak sadok, çaty rrini ju. A islamin, fen, Zotin, mësimet e Zotit, jo s'ka nevojë me shti në ekonomi islame. As në gjykatat e vendit, mu gjyku shqiptarët, njerëzit muslimanët, shoqëria mu gjyku me islam. Mu gjyku me ligjin e Allahut xhelle xhelaluhu. Nuk ka vend valla. Qështu është kur porët e jetës, sistemet e jetës ndërtohen mbi çdo mendim dhe çdo ligj tjetër përveç Allahut xhelle xhelaluhu dhe përveç sistemit Zotit dhe përveç Zotit dhe ligjeve tina. Kjo do të thotë kur shoqëria e harron komplet Zotin. E pastaj çka ndodh? Që tha Zoti dhul xhelal dha, e harroni vetveten. E harroni Zotin, Zoti ju harron juve dhe ju e harroni vetveten. Çka ndodh tani? Rezultatet ku janë? Po që veni, rezultatet dalin mjek, prodhojnë atje, prodhojnë mjek viruse të ndryshme, nivel kontinenti, prodhojnë viruse të ndryshme, tilshojnë ato viruse për përfitime tyre materialet kohore, të ngushta të kësaj dynjaje, e bojnë dëm. Kujna i bojnë dëm ata? Qenjes njeri, vetvetes i bojnë dëm. Qohen tregtarët e fushave të ndryshme të tregtisë prodhojnë alkoolin prej pemëve dhe prej bimëve që Allahu i ka bë halal për besimtarët, ata shkojnë prodhojnë raki, prodhojnë alkoole, prodhojnë prej bimëve, prodhojnë droga të ndryshme, edhe u shpërndajnë rinis tonë këtu, e rinis tonë deri në fund dynjas. Çka po bojnë këta? Këta e kanë harru Allahun xhelle xhelaluhu dhe mësimet e Allahut, Allah i ka harru ata dhe i ka kap shejtani përpara, e kanë bërë që ta harrojnë vetveten, që do të thotë krejt këto harame që i kanë prodhu kundër qenjes njeri. Njeriu vret njeriun. Qohen prodhojnë armë të thjeshta, edhe nukleare kanë kriju. Pse kanë marru armë nukleare? Kujna ja kanë marru ato? Po njeriu kundër njeriut. A peshe që vjen puna, hin hasmeri, qenja njeri me qenja njeri, bohen hasëm me zveti. Pse bohen njerëzit hasëm me zveti, dojnë janë zirë sytë njoni tjetërit? Bohen se largohen për mësimeve të Allahu xhelle xhelaluhu. Nesullahe fe nesihum. E kanë harru Zotin dhe Zoti harron ata, e pastaj ata harrojnë edhe vetveten e tyre. E jo rasisht është edhe lufta në Gaza këtu tani. Jeni dëshmitar të kohës asaj që apo shifni, pa dash me hin detaje. Gjithaj gjenocid që ndodh mbi një popull, dojnë ta shkatërrojnë një popull, o të nderuar vëllezër. Çfarë do të thotë kjo veç se një grup njerëzish janë dalë, ja kanë kthy Zotit shpinën më të madhe, edhe dojnë me bë gjenocid mbi një popull, dojnë me shkatërru një popull. Kush janë këta njerëz? Këta njerëz janë që mallkimi i Allahut ka rënë mbi ta me shekuj, para se të vim 2025. Me shekuj janë të mallkuar. Mallkueshmërinë e tyre janë të e praktiku tash. Se s'po ka kush i del përpara me anol turrin. Kaç? Edhe jo më shumë. E lutim të madhin Allah, nga thellë nga zemra dhe mendja e pastër, edhe thellë nga shpirti besimtarit, do ta lutim secili prej neve, Allahun xhelle xhelaluhu, mos më na bën Zoti për atyre që harrojnë Zotin individualisht, e harrojnë Zotin si familje, e harrojnë Zotin si shoqëri. Allah na bën për atyre që e kujtojnë Allahun shpesh, e kujtojnë Zotin dhe mundohen që sistemin e Zotit me futu në praktik individualisht, familjarisht edhe në nivelin shoqëror që besa. Për çka
për me fitu kënaqësinë e Allahut në këtë tokë, mëshirën e Zotit në këtë tokë dhe me fitu dhuratën e cila është dhurata xhennet që e ka përgatitur Zoti Dhul Xhelal për besimtarët e deni, për ata të cilët e përmendin Allahun dhe nuk e harrojnë atë. Deri në xumën e ardhshme, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.